pas vendimit të ditës së djeshme për ndalimin e tregtimit të baktive në njësinë administrative post-trib, fermerët e zonës kanë reaguar duke e cilësuar masën si të padrejtë dhe të dëmshme. Fatmir Repi, një nga fermerët më të mëdhenj të zonës, banor i fshatit Kodër Boks, deklaron se është prekur rënd nga vendimi, duke u shprehur se baktitë e tij janë të shëndetshme dhe nuk kanë asnjë sëmundje. Ka mbi 300 krerë bakti dhe me këtë ndalim të tregtimit po na shtyjnë drejt falimentimit. Nuk është hera e parë që zona përballet me sëmundje të baktive, por nuk duhet të krijohet panik i kot. Jo të gjithë jemi të prekur, u shpreh ai. Sipas tij, ndalimi ka shkaktuar dëme të mëdha ekonomike, pasi fermerët e ndershëm nuk po arrin të shesin produktin e tyre dhe nuk po përfitojnë asnjë formë dëm shpërblimi apo mbështetje. Ne kërkojmë më shumë subvencione nga shteti, jo ndëshkime të përgjithshme. Nuk mund të paguajmë ne që nuk kemi sëmundje në bakti për gabimet apo mungesën e kontrollit të përgjithshëm, shtoi ai. Fermieri kërkon institucioneve përkatëse të verifikojnë rast pas rasti e jo të penalizojnë në mënyrë të përgjithshme të gjithë fermerët e zonës. Ai shpreh shqetësimin se ndalimi pa bazë individuale dëmton besimin dhe ekonominë e fshatit. Ky rast vjen në një kohë kur sektori i blegtorisë në shumë zona rurale përballet me sfida të shumta dhe zëri fermerit si Fatmir Repi hedh dritë mbi nevojën për politika më të kujdesshme, mbështetëse dhe të bazuar në kontroll real të terrenit. Analizu në mënyrë po drejt. Për një arsye. Viruset që se kanë ardhur prej Zotit, mirë se të vinë çdo virus. Kupton. Por 3 tuf kanë amet, ko dol fort blegtoria, i kanë 7 vjet ko rroc 10 si i di prej ardhen tufe, kam me pasion, kam shëtit Evropën, kam zonat tjera bëj me pasion. Thot doli virusin po srit. As se na zot sot me furnizu, as shot na ton, prap do me na penalizu. Subvencionime më të tepër të janë drejt falimentimit, na dana fillim i ri, smunje s'ka marrë, ku ka smunje? Smunjen, janë shumë profesionalista veterinarë, se janë njerëz tonë, duhet me mbrojt tonë populli. Aktualisht kam 300 krenë. Sa të kanë cofë, ngorë? Unë kur një s'ka ngorë, ku më kanë ngorë? Kanë ngorë? Ngordhin baktia gjithmonë na jap zgjatën, na ka dam të ujku, po jo pe smunjeve më. Nuk ka smunja po arsye, a di sa viruse vijnë më shoku jam. Jo në smunje që si transmetohet nga kafsha në kafshë si kurohen, populli mos mojnë panik. Penalizohet fermeri, pse penalizohet? I del në tregat, ja, merr kuron, haxhan lek kash. Populli ti bajzirë e blejtë e fermeri, shqiptar, hajde në fermë, kje dëshmitar, nga gjitha zonat, për pashke, për Bajram, kanë orë në stallë, marrin të unë, çfarë shihet ka, çfarë kvaliteti. Kja është. I këtë duhen, me një mu gjithë kënë si punon me djerë të balit. Nëse tregtojmë asi zonë, unë s'kam shit për kurbani, kam tanat postra i tutëm të balit, zetë pasha zë më kanë bo dam ekonomikë. Shumë malë, se kam shit asë një, stresi a shumë i malë, se ako dhe me të tanë, me gani një regu të ashtë. A i keni bo analizat e sfundmi më smërtojës, ajo? Si kana bo më burë analizat më burë. Qa thuti, po nuk, ozët një, ca që dhe jenë, që se mërtoja ka arpe i zotit, ka fësi, unë i këtë... Ja, tufa jote, ka të zotu e pasër tash. E pasër ashtë kanë gjithmonë mërë. Munet me kalu çdo virus mos, e kalon pra njerit kafsha, po kafsh tu në mal, e kalon më kollaj mor, djallë.